Ismail Haroku ishte një burr i drejtë, i ndershëm, punëtor, socialist. Ndathte të pak ditë nga jeta. Deri në frymën e fundit, ishte duke folur me net njësisë 5. Ishte duke folur me organizatën e tij të Partisë Socialiste në zonën e 1 Majt. Tha frymën e fundit, duke dorëzuar listën e tij të votuesve për Partinë Socialiste të Shqipërisë edhe për Edi Ramën. Dua asgjë më shumë sot se sa për Ismail Haroku, për Alil Hallën, për Altin Binjaku, që të tretë të ndarë nga jeta vetëm në këto ditë. Një duar trokitje të madhe sepse janë këta burra që bëjnë Partinë Socialiste të Shqipërisë. Shpirti i tyre të pret në paqe e të na udhëheqin nga atje lart. Shikoni, jemi para një ngjarje të madhe dhe historike. 35 vite me radhë ky vend, 35 vite me radhë tre breza kanë kërkuar Shqipërinë pjesë të Bashkimit Evropian.